Nga libri do të shkojmë tek kinematografia dhe këtu unë personalisht po besoj edhe Viola jemi realisht kurioz sepse nuk e kemi dëgjuar shumë Bleni Fevziun që të flas për kineman apo filmin, megjithëse nuk e bën dyshim që edhe ai ka shihet dhe preferencat e veta. Tani si është marrëdhënia juaj me kinematografin, duke nisur edhe nga kjo që sapo thash? Shumë e mirë, për arsye, jo shumë e mirë dhe për arsye të impenjimit të kohës, zakonisht në orët e vona. Domethënë dita ime është shumë e kronometruar, në çdo gjë nuk është se kam kohë për film. Zakonisht kur kam mundësi është o 45 minutë që vrapoj, që vendos iPadin në pistën e vrapimit dhe këtu shoh kryesisht dokumentar historik dhe jam gjatë kohës po them për gjatë kohës. Te zhanri i dokumentarit historik, biografi kryesisht, ose në orët e vona ku po ashtu mundohem të shoh dokumentarë që lidhen o me udhëtimet ose me biografitë politike dhe historike. Kështu që pak kam kohë për filmin artistik me fill, por natyrisht çdo njeri ka një po e quaj librari të filmave ose një grupim filmash që kanë ndikuar në formimin e tij. Edhe për shembull në rastin tuaj cilat mund të ishin këta filma që kanë ndikuar te ju? Filmat që kanë ndikuar edhe që kanë një si intelektual, po edhe si profesionist. Ka një sër filmash padyshim që kanë ndikuar edhe që kanë lënë gjurmë të pashëmbull. Por shumë po marr një tani që mos zgjerojmë. Okay. Një nga filmat që mua më ka impresionuar dhe jam kthyer disa herë për ta parë. Ka shumë filma që i kthehem, po ka qenë perandori i fundit i Bertolucci-t, i cili Last Emperor, i cili është një nga filmat që moment në parë që pati dalë në atë kohë. Mos ka bëj 84, diçka e tillë duhet të ketë. Jo, duhet jetë pak më vonë, besoj, jo, duhet jetë pak më vonë. Ka qenë një nga filmat që më ka manitur. E mbaj mend ishte shumë e vështirë në atë kohë që ta shihje ti filmin, arrita të gjej një mundësi për ta parë kur u dha, domethënë në atë kohë bëhet fjalë përpara ndërkohë gjithmonë në televizionin italian ka qenë. Edhe mbaj mend që ka qenë një nga filmat që më ka impresionuar më shumë, ka lënë gjurmë në formimin. Shiko, është në përgjithësi lidhet me mënyrën se ti e formuar si reagon për jetën, është gjithmonë kjo historia që tash dhe Tirana nonës e fateve njerëzore. Ka një gjë shumë interesante Boresi në studimet e tij, i cili thotë njeriu është ignoranti më i madh, nuk di asgjë në jetë për sa kohë nuk di datën e vdekjes së tij. Askush nuk e di se si do jetë jeta e tij. Çdo njeri lind me atë ankthin se si do jetë jeta e tij. Ti nuk e di ç'të pret nesër, ç'të pret prasnesër, si do jetë fati i yt, do jetë diçka që të ecësh përpara apo jo. Po ju tregoj për shembull një rrëfim vogël nëse keni 2 minuta kohë për të treguar se si lëviz njeriu me fatin për shembull. Para ca kohësh po lexoja dhe po shihja një dokumentar shumë interesant për National Geographic, për revistën, e cila në vitin 82 publikoi në faqen e parë kopertinën e një vajze afgane me sy blu, që është një nga kopertinat më të famshme të shekullit 20. Fotografi që e bëri atë ishte një kamp refugjatësh në Peshawar të Pakistanit. Ai e pa vajzën, ishte vetëm 15 vjeç, e fotografoi, u manit me fotografin, kopertina bëri një bujë të jashtëzakonshme dhe ai takoi babain e vajzës rreth një muaj pas dhe i tha: "Vajza mund bëhet një modele shkëlqyer, të lutem, ma lejoni ta marr në Amerikë dhe ajo do jetë e famshme dhe e pasur." Babai tha: "Vajza është në moshë martese, vitin tjetër duhet martohet dhe nuk ka pse të vinë në Amerikë." Vajza u martua 25 vjet mbrapa. National Geographic, pra i njëjti fotograf me një trup të CNN-it u nisën në kërkim të afganes me sy blu. Ju desh 8 muaj të kërkonin nga Peshawari në brendësitë të Afganistanit dhe të zbulonin që vajza jetonte në një fshat në mos gaboj rreth 4 orë larg nga rruga automobilistike në këmbë. Kishte bërë një duket 3-4 fëmijë, jetonte siç thoshte vllai i saj pa para asnjë ditë të bardhë në jetë, çoi në 3 të mëngjesit, përgatiste gjërat, punonte gjithë ditën. Bashkëshorti i saj pranoi që ta lejonte të fotografoi kundrejt $5,000, që ishte një shumë marramëndse, dhe National Geographic i publikoi të dyja. Dhe pyetja ishte cili do ishte fati i kësaj vajze nëse babai i saj do kishte thënë një po në vend të jos, domethënë në atë moment. Kështu edhe perandori i fundit është një njeri i cili lind edhe pse shumë i vogël, pra detyrohet bëhet perandor me një regjent që në moshën 3 vjeçare dhe pastaj në kin, padyshim dhe gjithë jeta e tij se si shpeshherë periudhat historike, fatet historike nuk e lejojnë individin që të marrë vendime ai vet. Është historia që t'imponohet ty. Nëse sot në një situatë normale ti je zoti vetes tënde në një masë të madhe, sepse gjithmonë nuk je absolutisht, në një masë të madhe të vendimeve tua, në kohëra kur historia fillon të dominon, se na themi historia se tani ka kaluar kohë, po kur vendimet mëdha politike, geopolitike ndikojnë, ti nuk i merr dot më vendimin tënd dhe detyrohesh të jesh në një farë mënyrë sklav i rrethanave më shumë se sa zoti vetes tënde.